Shqipëria ka shënuar një përmirësim të konsiderueshëm në indeksin global të transparencës së shpenzimeve tatimore, duke fituar 26 pozicione në renditje ndërkombëtare. Vendi ynë pozicionohet në këtë mënyrë në vendin e 48 mes 116 vendeve të vlerësuara në të gjithë botën. Sipas raportit më të fundit, vendi ynë është vlerësuar me 51.73 pikë, një rezultat i cili reflekton progresin në rritjen e transparencës fiskale, forcimin e institucioneve financiare dhe përmirësimin e praktikave të raportimit publik mbi përjashtimet dhe lehtësitë tatimore. Rritja në këtë indeks shihet si një tregues i rëndësishëm për mënyrën se si administrata publike është duke menaxhuar informacionin mbi shpenzimet tatimore, një element kyç për garantimin e kontrollit publik dhe rritjen e besueshmërisë së politikave fiskale. Ekspertët e ekonomisë e konsiderojnë transparencën fiskale një ndër shtyllat kryesore për stabilitetin ekonomik, si dhe tërheqjen e investimeve të huaja, pasi ajo krijon një klimë të qartë dhe më të parashikueshme për biznesin. Në një deklaratë zyrtare, Ministria e Financave përshëndeti rezultatin dhe deklaroi se përmirësimi në renditje është një dëshmi e angazhimit institucional për modernizimin e sistemit fiskal, si dhe përputhjen me standardet europiane të llogaridhënies. Sipas ministrisë, transparenca mbi shpenzimet tatimore ka marrë një rëndësi të veçantë, sidomos vitet e fundit, në kuadër të reformave që synojnë rritjen e eficiencës së financave publike dhe monitorimin më të mirë të politikave lehtësuese për sektor të ndryshëm të ekonomisë. Institucioni bëri të ditur se puna do të vijojë për konsolidimin e analizave fiskale dhe përmirësimin e metodologjive të raportit, me synim që çdo përjashtim apo lehtësi tatimore të jetë i argumentuar, transparent dhe i matshëm në efektet që do të sjellë për ekonominë e vendit. Indeksi global i transparencës së shpenzimeve tatimore është një mekanizëm ndërkombëtar vlerësimi, i cili analizon mënyrën se si qeverit raportojnë dhe publikojnë informacionin mbi shpenzimet tatimore, të cilat përfshin përjashtime, ulje taksash apo iniciativa fiskale për kategori të caktuara. Vlerësimi realizohet mbi 5 dimensione kryesore: disponueshmërinë publike të informacionit, kuadrin institucional, metodologjinë e përdorur për raportim, cilësinë e të dhënave dhe analizën e ndikimit ekonomik të politikave fiskale. Përmirësimi i Shqipërisë në këtë indeks vjen në një periudhë kur vendi synon të avancojë më tej me reformat ekonomike dhe procesin e integrimit evropian, ku transparenca dhe llogaridhënia financiare konsiderohen element thelbësor.